Mirëmëngjes të gjitha, mirë se vini në Wake Up, ditë e hënë sot, mirëmëngjes Isli. Mirëmëngjes gjithëve. Kështu nis edhe java për gjithë ne. Ftohtë është jashtë, 8 gradë ishte temperatura. Është ftohtë. Deri para pak javësh ndoshta na kishte marrë malli për dimrin, po është ndjesi që iku më një herë teksa përballën me këtë ftohtën që ka kapluar Tirana dhe jo vetëm gjithë tonë. Një kolegë tanë këtu afër tha orave një fshimos bjerë se fillon të bëhet pastaj më problematike kjo situatë. Megjithatë, a jemi në një kohë kur rreshet na ka lënë për ca edhe pse është ftohtë në mëngjes. Xhanëm do të kemi diell më vonë, Rezi na je tani detajet dhe na heq të kuriozitet. Mirëmëngjes Rezi. Mirëmëngjes Rezi. Mëngjes Isli, mëngjes Jena. Po është e vërtet pas një jave me rreshtje të shumta shi të cilat kanë prekur gjithë territorin e Shqipërisë, Ballkanin, e cilat shkaktuan edhe përmbytje, le të themi kemi një pauzë të përkohshme. Por le ta nisim nga Europa, vazhdon Europa po përjeton pra një dimër të parakohshëm, ka prekur thuajse pjesën më të madhe të Europës qendrore dhe më tepër Europa verilandore dhe Rusia europiane, ku kemi vranësira të dendura, por edhe rreshtje shi, por edhe rreshtjet më tepër janë në formë të borës, pasi masat e ftohta arktike kanë prekur dhe vazhdojnë të depërtojnë më tej në pothuajse në pjesën më të madhe të Europës. Ndërsa pjesa tjetër e Europës jugovërtimore, pra Gadishu Iberik, Franca, Spanja, kemi një forcim të presionit atmosferik dhe gradualisht kemi më tepër një motë më të kthjellë dhe temperatura relativisht më të larta. Por edhe territori i Shqipërisë sot, pra ka nisur dita këtë mëngjes, pra kemi një mëngjes kryesisht me vranësira dhe pranit të mjekullës kryesisht në pjesën verilindore dhe juglindore të territorit si pasojë e masave të ftohta. Këto bën të mundur që mjekulla pothuajse do të jetë prezente gjatë gjithë ditës në këto zona. Ndërsa pjesa orë të mbijim, pra pjesa tjetër bregdetare, urtësira perëndimore, sot parashikohet pra të kemi tashmë sot një ndërprerje të rreshtjeve totale, do të ketë gradualisht erplasere edhe kthjellime, por vranësira do të jenë të pranishme. Sa i përket fushës termike, pra temperatura ka mësuar një rënje të ndjeshme në të gjithë territorin e Shqipërisë, por ato janë regjistruar tashmë në vlerat e tyre minimale, kanë rezultuar minus i gradë, pra në vlera negative në zonat malore, ndërsa në zonat e ulta dhe bregdetare sot nuk i ka kaluar 8-9 gradë Celsius. Por edhe mesdita parashikohet të jetë me temperatura të ulta, pasi edhe në mesditë, edhe pse do të kemi praninë e diellit në zonën e ulët, në zonat malore do të mbeten masat ajrore të ftohta, pra në zonat malore sot termometri maksimal do të luhatet nga 6 deri në 10 gradë, e në zonat e ulta dhe bregdetare maksimumi 14 deri në 16 gradë Celsius. Edhe Kosova po ndikohet nga qarkullimi masave ajrore janë të ftohta, të cilat do të kemi një mod kryesisht të ftohtë, por me vranësira dhe pranit të mjekullës thuajse në pjesën më të madhe të Kosovës. Kthjellime do të jenë të pakta. Edhe në Kosovë sot ka mësuar një rënje të ndjeshme, thuajse janë në vlera negative në mëngjes në të gjitha qytetet, ndërsa mesdita sot nuk do t'i kaloj 6 gradë Celsius. Por për ditën e nesme, pra për ditën e martë, parashikohet sërish të depërtojnë masat ajrore relativisht të paqëndrueshme, parashikohet të kemi një pranit të vranësirave thuajse në gjithë territorin dhe rreshtjet e shiut kryesisht do të jenë në jug, kryesisht në jug të territorit, pra në brigjet jugor, në qytetet Vlorë, Sarand, parashikohet të ketë rreshtje shiu, ndërsa pjesa qendrore do të jetë më tepër me vrana dhe rreshtjet do të jenë të pakta. E në zonat malore nesër parashikohet në orët e para të mëngjesit të ketë dhe rreshtjet të jenë në formë të borës si pasojë e masave më të ftohta. Pa pritet gradualisht kjo javë do të jetë një javë ftohtë në nëntorit, pasi pritet të kemi sërish të rënje të mëtejshme të temperaturave si pasojë e masave më të ftohta që tashmë kanë prekur Europën, Shqipërinë dhe Gadishullin e Ballkanit. Dhe nesër parashikohet mos i kalojë në zonat malore 4 gradë Celsius dhe në zonat e ulta dhe bregdetare nesër maksimumi do të jetë 12-13 gradë Celsius. Bashkë ne dalim këtu dhe për ditën e sotme. 12-13 gradë kur fillon ky piku mesditës, Isli, se mëngjes është ftohtë edhe Ai se dimrit kemi si ja bëjmë se veshim 2-3 gjëra të trasha, po verës vapës nuk e shej bën. Mirë, miq dashur, është momenti për këngë bukur. Për aq kohë sa Beyoncé është një nga zërat që dëgjohet në qef në mëngjes, kjo quhet Sweet Dreams, kështu që dëgjoni dhe shijoni me sy hapur se i bie të zgjuar. Është momenti i gazetave tani, kështu që me Islin e nisim si çdo ditë pas hyrë në shtypin. Jam përpara gazetave, jetim një sy bashk, tek Panorama lexojmë dëm shpërblimit për ndjekurit Klosi. Do t'jepen 8 këste në 6 muaj. Ministri i Mirëqenies Sociale sqaron procedurat e dëmshpërblimit për ish të përndjekurit, pagesë plot për ata që janë gjallë. Lexoni në faqen 7. Denoncimi i ISSH-s nis hetimi për 500 dosje pensionesh, prokuroria sekuestron dosjet e 5 viteve të fundit në faqen 6. Flet kryeministri nga New Yorku, Rama Trumpin e sulmova kur ishte kandidat, u gëzua si të humbja unë. Në Shkodër, gjakmarrja familja me 7 vet, 10 vjet e ngujuar në faqen 13.
Programi ekonomik i Partisë Demokratike, taksat ulta dhe politika pro-biznes, flet Besart Kadia në faqet 4 dhe 5. Kontrabanda e cigareve me urdhër të Enverit, si rekrutonte sigurimi skafisët e huaj në punë, rrëfimi i ish drejtorit të Alpetrans, Lorenz Nenshati nga zonë e lirë magazinimi i cigaresh në agjensi sekrete, lexoni në faqet 18 dhe 19 shoqëruar dhe nga kjo foto. Polemika, libri me 101 dokumente, Çili, pse pas 25 vjetësh një dosje KDR. Opinionet e gazetës Panorama, marrëdhëniet Rama Meta pas fitores së Trumpit, Ballkani pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edi Rama, Max Weber dhe shkresa zyrtare dhe kultura gruntufa një vëllim poetik që lindi nga pritja. Në faqen 21. Kjo është e faqja e parë e gazetës Panorama, shkojmë tani bashkë tek titujt e gazetës shqiptare, lexojmë aty. Vettingut merron Partinë Demokratike, Rama, turpërim në sytë e Bashkimit Evropian. Ekspozita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, flet kryeministri, reforma zgjedhore të mbyllet brenda vitit. Kreu i qeverisë ironizon nga Amerika kritikat pas deklaratës për Trumpin. Jam në telashe se sulmova kandidatin. Opozitës ju refuzua 3 herë statusi i kandidatit, në faqet 2 dhe 3. Kur sporti bëhet viktima, opinioni i parë i ditës dhe i dyti mban titullin Donald Trump pas syze ballkanike. Kristaq Voda, Aldo Desh më vrau për një fjalë goje, sot më kërcënon nga burgu, i shpëtova një atentati, dua mbrojtje. Taksa e banesës, kreu i sjellësit e unifikuam 100 lekë çdo muaj, shkak mungesa e dhënave të pronës. Ndërkohë, ngjarja në Greqi, ekzekutohet Gert Dervishi, policia nuk ka precedent në faqen 6. Vran fqinjen për gështenjat motor e vëlla, si ndodhi krimi, dosja në gjykat në faqen 6. Analiza kryevepra e Gjon Buzukut, emblem e të menduarit në faqet e brendshme. Kosova me prefiks telefonik, serbët shpres tek Trump për mosnjohje në faqen 13 dhe Dritan Gani, kontrabasisti shqiptar që mahniti Turqin, zot kthehem, vendi mbeti në tranzicion. Lexoni intervistën e tij në faqet 14 dhe 15 tek Gazeta Shqiptare. Ndërkohë, ne shkojmë tani tek titujt e Gazetës Shekulli për të parë atje çfarë mund të lexoni në këtë fillim jave. Strehimi kredi për 4300 familje, ja si do të ndahet nga qeveria. Fondi prej 560 milion lekësh për kredit e buta, rregullat për paraqitjen e kërkesës. Afro 1100 familje do të marrin bonuse strehimi dhe grante. Granti menjëhershëm jepet për personat me aftësi të kufizuar dhe jetimët në masën 5 deri 10% të vlerës, në faqet 14 dhe 15. Pas presidencës, Donald Trump fiton edhe votat popullore, thellohet fitoria e kandidatit republikan në zgjedhjet presidenciale pas Senatit dhe Kongresit, triumfon edhe në mbështetjen tek elektorati, në faqen 17 lexoni këtë shkrim. Arsimi mësuesit vetë shtesës në paga edhe shërbime dhe trajnime falas. Pushtetarët mësuan agresivisht vetëm të pasurohen. Politikanët shqiptar të pozitës dhe opozitës pavarësisht ndryshimeve formale përshkruajnë qartazi në thënjet e Erasmit Rotterdamit në faqen 20. Bylyk Bashi, ligjin e pronave e anullojmë kur të vim në pushtet në faqet 4 dhe 5, ndërkohë në pjesën e sipërme të faqes parë të Gazetës Shekulli lexojmë aty bashkë. Historia e 2 familjeve, policia parandalon vrasjen për gjakmarrje në mes të 2 fiseve në faqet 6 dhe 7. Shqiptari gjendet i ekzekutuar me 10 plumba, Gert Dervishi, 32 vjeç, në Athinë u gjeti vrarë nga policia në makinën e tij, ngjarja pa autor, ndaj tij u përdorën 2 armë. Prodhimet puna kalbëzohen nga mungesa e kanaleve të kullimit, flet fermeri Petro në faqet 12 dhe 13, ndërkohë kujtimet Taisa Pisha, tmerri që kaluam në diktaturë dhe në burgje. Lexoni këtë material në faqet 18 dhe 19 tek Gazeta Shekulli për të kaluar tani bashkë tek titujt e gazetës Mapo. Tek Mapo, titulli kryesor është ky: parashikimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në 2017 rritje ekonomike e Shqipërisë më e larta në rajon. Sipas raportit FMN-s, prodhimi kombëtar i Shqipërisë në vitin e ardhshëm do të rritet me 3.7%, duke lënë pas ekonomitë tjera të Ballkanit Perëndimor që do të kenë rritje më të ulët. Buxheti 2017, niveli i investimeve publike poshtë objektivit prej 5%. Basha për buxhetin, Rama, $25 milion për mobilim zyrash në faqen 5. Panajeri mbjeton shiut, 10.000 kopje të shituar në stende në Wet Press, kryesojnë Fevziu Blushi Ekonomi në prej faqes 13 deri në faqen 17 në këtë material special të gazetës Mapo për panajerin e librit. Ndërkohë, administrata Trump, Dio Guardi do të lobojnë fort për Shqipërinë, ne duhet të sigurohemi që t'i shpjegojmë presidentit Trump që shqiptarët kanë nevojë për vëmendjen e tij.
të ndihmoj edhe shqiptarët. Kjo është ajo çka ne duhet të bëjmë. Donald Trump do të deportojmë 3 milionë emigrantë në faqen 3. Apo rrezikohet Shqipëria nga populizmi dhe Partia Libra, editoriali faqes 11. Komunikimi i javës, Edi Rama, padyshim që hapim negociatat me Bashkimin Evropian, opozita po na turpëron. Lexoni detajet në faqen 5. Një kontinent larg dhe Trump, histeria botërore dhe provincializmi shqiptar janë titujt e dy komenteve i gjeni tek faqet e brendshme duke shfletuar në këtë të hënë gazetën Mapo, e cila do t'i lë radhën tani gazetës Tema. Tek Tema mund të lexojmë sot. Kryeministri, kushtetuesja për të vonuar negociatat. Rama, opozita ka frikë vetingun, na turproi përpara Bashkimit Evropian, është titulli kryesor në faqen e parë, shoqëruar dhe nga kjo foto si ne jemi duke parë në ekran. Trumpi dhe Greqia si shpresa e vetme, me robaze shkruan editorialin e ditës. A duhet frikësuar prej Donald Trumpit? Raport progres për politikën, për qytetarët apo për Shqipërinë? Një tjetër material ky. Thirrja Berisha të bllokojmë Ramën në aeroport, por komentuesit nuk e marrin seriozisht. Ish kongresmeni Dio Guardi, lobim për Shqipërinë tek administrata e Trumpit, kemi shanse. Dhe Rama në New York, jam në telashe pse dola kundër Trumpit. Fitoria e tij u pas si humbja ime. Në faqen 3 tek Tema. Kalojmë tani tek titujt e gazetës sportive Panorama Sport. Lexojmë aty kushta kombëtarja e përçar ka organizim kundër Debiazit. Italiani duhet largohet pasi ndjeti tepërt, edhe ai gabon, por po organizohet një furtunë kundër tij që ta nxjerrin si të pavlerë në faqen 3. I shturmuesi përfaqësueses, lojtarët janë të ndarë, kanë humbur qetësinë. Ju prish avioni Izraeli 10 orë në Shqipëri pas ndeshjes. Ajo që ndodhi me kombëtarin ishte terrori që përflitej nga Gzim Sinemati në faqen 5. Analiza e psikologut, masat e policisë ndikuan emocionalisht tek kombëtarja. Bajko, trajnerin e kapi paniku, jap se dështuam me Izraelin, ish tekniku i kombëtares. Skuadra ka probleme në çdo aspekt, italiani u befasua nga loja kundërshtarit dhe humbi toruan në faqen 2. Ndërkohë, kualifikueset Holanda bën 3, Belgjika pa mëshirë. Me historia e luksit, Ventura, Gjermania ka më shumë cilësi se Italia dhe Hamilton triumfon në Brazil, shtyn festën e titullit në faqen 24 tek Panorama Sport. Për t'i hedhur një sy tani edhe gazetës fundit që është Sport Express. Vata, Debiazin se heqim dot, ish futbollisti i njohur analizon humbjen ndaj Izraelit, ndeshje mediokre. Ndërkohë në Gjermani po shkëlqen, por në kombëtare nuk prek fushën prej 2 ndeshjesh, ndërsa kundër Liechtensteinit do zëvendësua që në pushim edhe Abrashi tek lista e zezë. E zoni këtë material kryesor të gazetës Sport Express. Holanda merr vendin e dytë me lojë të dobët në botrorin për kualifikueset e 2018-s. Ronaldo i bën të gjitha, Zvicra nuk dit gaboj. Tek Milani, katarësis në janar ikin 4 kuqezin dhe Formula 1, Hamilton nuk dorëzohet, vendoset në garën e fundit. Lexoni në faqen 15 tek Gazeta Sport Express. Kjo ishte edhe përditshmja e fundit që pam sot. Jo dhe një sy bashk, titujve kryesor çfarë mund të lexoni nëse blini një prej këtyre të përditshmeve që sapo pam bashk. Mirë, shohim pak edhe kursin e këmbimit valutor ku në tregun e lirë dollari amerikan këmbet me kuotën 125.6 lekëve, por kështu ka lëvizur shumë nga e premtja pra nga fillimi i fundjavës, ndërsa euro ndrohet me 136.5 lekë, pra nga zviceriane këmbet me 127 lekë. Paundi britanik këtë fundjavë ka kapur vlerën e këmbimit me 158.5 lekë. Pas një ulje relativisht deri tek 155 lekë, paundi britanik ka filluar një ngritje, po vetëm për tu parë nëse do të kap disa pozita të para një muaji apo do të qëndroj po ashtu. Ndërkohë, në tregun valutor, dollari amerikan këmbet me euron në këto nivele të shkëmbimit. $1 ndrohet me 0.92 eurocent dhe €1 ndrohet me 1.07 dollar. Ky ishte edhe kursi për këtë mëngjes. Mirë, këto ishin informacionet utilitare me të cilat ne nisim si çdo ditë mëngjesin. Okej, tani do të dëgjoni një këngë e cila i takon Jay-Z dhe Justin Timberlake. Jay-Z provoi ta këndonte edhe me Beyoncé me gruan këtë këngë, po I ka lezuar më shumë ka përshtypjen. natyrisht, varianti origjinal ngelet ai që kanë shkruar bashkë. Bashkë me gjithë Justin, dëgjoni tani Holy Grail.